Plehrimi me plehun e shtallës ofron një sër përparësish për tokën edhe bujqësinë e qëndrueshme. Disa nga përfitimet kryesore është përmirësimi i aktivitetit mikroorganizmave të dobishëm, të cilët ndihmojnë qarkullimin e lëndëve ushqyese dhe dekompozimin e materieve organike. Lëndët ushqyese çlirohen gradualisht, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe të balancuar përbimet. Ofrohet një përzierje e lëndëve ushqyese thelbësore, përfshirë azotin, fosforin dhe kaliumin, si dhe elementet gjurmë. Plehu i shtallës po ashtu redukton nevojën për plera kimike, të cilat mund të kenë efekte negative mbi mjedisin dhe shëndetin e tokës. Përdorimi i plehut të shtallës ndihmon në ruajtjen e ekosistemeve natyrore, duke minimizuar ndotjen dhe shkarkimet e kimikaleve. Promovon riciklimin e mbetjeve të fermës, duke krijuar një cikël të mbyllur të lëndëve ushqyese dhe duke reduktuar metorinat. Shndërron mbetjet e kafshëve në një burim të vlefshëm ushqyes për tokën. Plehu i shtallës shpesh është edhe më ekonomik se plerat kimike, sidomos për fermerët që e prodhojnë vetë. E ul ndotjen e ujrave nëntoksore dhe sipërfaqësore duke mbrojtur burimet e ujit dhe habitatet e ujrave të ëmbla. Përdorimi i plehut të shtallës shpesh çon në prodhime më të larta të kulturave dhe me cilësi më të mirë të produkteve. Përmirëson sigurinë ushqimore duke prodhuar produkte bujqësore të pasura me lëndë ushqyese dhe të shëndetshme. Nga ana tjetër, ndërtimi i një deponie për plehun organik është një hap thelbësor për menaxhimin e mbetjeve të fermës dhe për përgatitjen e plehut të cilësisë së lartë. Disa nga udhëzimet për ndërtimin e një deponie efektive për plehun organik është për shembull që duhet të ndërtohet larg ujrave të rrjedhshme, toka duhet të ketë drenazhim të mirë. Bazamenti duhet të jetë i papërshkrueshëm nga uji. Materet e ndërtimit të mureve anësore duhet të jenë të qëndrueshme, se dhe lartësia dhe trashësia e mureve duhet të jetë në atë masë që na përshtatet me sasinë e plehut. Plehu organik është pleh i cili fitohet nga dekompozimi i mbetjeve të kafshëve, jashtëtitjeve të kafshëve, të cilat mund të jenë të lopëve, deleve, shpendëve. Ka përmbajtje të madhe të makroelementeve, të cilat janë fosfor, kalium edhe azot, por duke mos lënë anash edhe elementet gjurmë. Përparësia e saj është se përmirëson strukturën e tokës, treten lehtësisht, domethënë bima i merr shumë lehtë këto minerale, ndihmojnë edhe pjellërinë e tokës edhe rritjen e bimeve. Kjo na çon edhe në një produkt të shëndetshëm edhe cilësor. Plehat organike ofrojnë përfitime afatgjata për shëndetin e tokës dhe mjedisin, edhe nxitin aktivitetin mikrobik, edhe furnizojnë qëndrueshëm tokën me lëndë ushqyese, duke u dalluar nga plerat minerale sintetike, të cilat ofrojnë furnizim të shpejtë, mirë po dëmet janë më të mëdha, domethënë ka të meta të konsiderueshme në lidhje me degradimin e tokës edhe ndikimet mjedisore. Pra përmbajtja e materieve organike përmirëson strukturën edhe kapacitetin e tokës për të mbajtur ujë, ofron furnizim të qëndrueshëm me lëndë ushqyese, duke i shruar ato gradualisht që bën ushqimin e bimës më cilësor edhe e bën të gjatë gjithë sezonit të rritjes, edhe inkurajon aktivitetin e mikroorganizmave të dobishëm në tokë, të cilët ndihmojnë në qarkullimin e lëndëve ushqyese edhe përmirësimin e shëndetit të tokës. Disa krahasime në mes plerave organike janë se për shembull plehu i gjedhave është ideal për përmirësimin e afatgjatë të strukturës dhe pjellërisë së tokës, me lëndë ushqyese të balancuara. Nga ana tjetër, plehu i deleve është më kompakt dhe ushqyes, ideal për kultivimin e luleve dhe perimeve. Plehu i shpendëve është shumë ushqyes, por duhet përdorur me kujdes për të shmangur djegjen e bimëve dhe ndotjen e tokës. Duke kuptuar këto dallime, mund të zgjedhim plehun më të përshtatshëm për nevojat tona dhe ato specifike të bujqësisë dhe kopshtarisë. Zakonisht rekomandohet 20 deri në 25 ton për hektar. Metodat më të mira për aplikimin e plerave organike është shpërndahet plehu organik në mënyrë të barabartë në sipërfaqen e fushës për me siguruar shpërndarjen uniforme të lëndëve, përzierja me tokën, përzihet plehu me shtresën e sipërme të tokës për të përmirësuar integrimin dhe përthithjen e lëndëve ushqyese. Aplikohet plera organike drejt për drejt në gropat e mbjelljes për të siguruar që lëndët ushqyese të jenë të disponueshme për rëndjen dhe bimet e reja. Pas aplikimit, ujitet mirë për ndihmuar në përthithjen e lëndëve ushqyese. Plehat organike të lëngta mund të përzihen edhe me ujin e ujitjes për të furnizuar bimet me lëndë ushqyese gjatë rritjes.
Kjo metodë është veçanërisht efektive gjatë periudhës së rritjes aktive të bimëve. Aktiviteti mikrobik është një nga arsyet kryesore që ne plehrojmë tokën me plera organike, domethënë nxitet rritja e mikroorganizmave të dobishëm të tokës, të cilët ndihmojnë në dekompozimin e materiës organike dhe përmirësimin e qarkullimit të lëndëve ushqyese, po ashtu ndihmon në krijimin e humusit, i cili është përbërës kyç për pjellorinë e tokës. Nga përfitimet mjedisore, domethënë reduktohen varësitë nga plerat kimike, duke zvogëluar ndotjen dhe efektet negative në mjedis, edhe promovohet riciklimi i mbetjeve të fermës. Përdorimi i pleut shallës shpesh në prodhime më të larta të kulturave dhe produkte më cilësore. Mbledhja e mbetjeve të kafshët dhe materieve të shtrujës, kompozimi për disa muaj dhe kthimi i rregullt i grumbullit për të siguruar dekompozimin e barabartë. Domethënë këtë mënyrë përgatitet dhe aplikohet pleu i dekompozuar në fushat përpara mbjelljes në varësi të llojit të kulturës dhe gjendjes së tokës. Nga ana tjetër, disa nga tmetat të pleut të shtollës janë sepse mund të përmbajë patogjen të rrezikshëm si bakteret e Escherichia coli dhe Salmonella, të cilat mund të kontaminojnë tokën edhe ujin, duke krijuar rreziqe shëndetësore. Edhe përbamja e metaleve ose mbetja e metaleve të rënda me kohë mund të grumbullohet në tokë dhe ndot ujin. Çrimi i amoniakut është faktor tjetër negativ. Përlarja e lëndëve ushqyese, domethënë mund të ndodhë skalimi i lëndëve ushqyese në urat nëntoksore dhe sipërfaqësor, duke shkaktuar ndotje të ujit. Pleu i shtollës është më i rëndë dhe më i vëllimshëm dhe kërkon hapësirë të madhe për ruajtje dhe transport, kostoja e lartë e transportit dhe deponimit. Faktor tjetër është dekompozimi i pleut të shtollës që mundet me shliru era të pakëndshme. Kompostimi i pleut të shtollës kërkon kohë dhe kujdes për me siguruar që pleu dekompozohet plotësisht dhe të jetë i sigurt për përdorim. Si aplikim i saktë duhet aplikohet në mënyrë të saktë për të shmangur ndotjen e tokës së ujit edhe për të siguruar shpërndarje të barabartë të lëndëve ushqyese.